Tashmë, si një traditë e konsoliduar në Shqipëri prej 13 vitesh, java paras u çel sërish nga Banka e Shqipërisë me synimin për të edukuar brezat e rinj mbi funksionimin e sistemit bankar. Në fjalën e tij, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genceko theksoi se vitet e fundit të shënuar një progres i ndjeshëm në drejtim të digitalizimit të shërbimeve financiare, veçanërisht në kryerjen e transaksioneve. Thjesht do doja të informoja që ka një avancim, ka një progres të konsiderueshëm në transaksionet financiare të kryera nëpërmjet kanaleve digjitale ose kartave. Kjo tregon që qytetarët shqiptar gjithnjë e më shumë po ambientohen me transaksionet bankare në rrugë digjitale, me format moderne të pagesave. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, gjatë vitit të kaluar u realizuan rreth 12 milion transaksione bankare online, një rritje me 23% krahasuar me vitin 2024. Megjithatë, kjo rritje përdorimit të shërbimeve digjitale shoqërohet edhe me një ekspozim më të lartë ndaj mashtrimeve online. Se në llogarinë tonë në online, në digital, vendosim të ndajmë passwordin tonë, të lëmë hapur në ambiente që nuk janë të sigurta, atëherë llogaria jonë fluturon. Ndërsa një pagesë është vetëm një klik larg, po kaq larg janë edhe mashtruesit. Një klik janë. Në 5 vitet e fundit, numri i mashtrimeve online ka shënuar rritje. Sipas të dhënave nga Ministria e Brendshme, vetëm gjatë vitit të kaluar janë regjistruar rreth 1308 raste të krimit kibernetik, ku një pjesë e konsiderueshme lidhet me ndërhyrje në llogarinë bankare.